Diplomatja amerikane në Athinë, Kimberly Guilfoyle, ka zhvilluar për herë të dytë brenda pak javësh një vizitë në Tiranë, ku është takuar me kryeministrin Edi Rama. Takimi u zhvillua në kuadër të finalizimit të një projekti të madh energjetik me vlerë rreth $6 miliard, i cili përfshin investitor grek dhe amerikan dhe synon transformimin e infrastrukturës energjetike në rajon. Në fokus të marrëveshjes është qyteti i Vlorës, i cili pritet të kthehet në një port strategjike për importin e gazit natyror të lëngshëm në Ballkanin Perëndimor. Projekti synon ndërtimin e një sistemi të integruar energjetik që do të rrisë sigurinë e furnizimit dhe do të forcojë rolin e Shqipërisë si nyje ndërlidhëse në rajon. Çfarë nderi është të jemi këtu në Shqipëri, një partner i palëkundur i SBA-s, një vend me rëndësi të jashtëzakonshme strategjike për Ballkanin dhe Europën, kramikut ton shumë të mirë, kryeministrit Edi Rama. Shqipëria dhe Greqia janë më shumë se sa fqinj, ata ndajnë interesa të sigurta dhe një bashkëpunim në rritje ekonomike. Kur SBA-ja, Greqia dhe Shqipëria punojnë së bashku, i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor përfiton. Energjia që është thelbi i kësaj marrëveshje mbështet vizionin e presidentit Trump për dominancë energjetike. Jam e frymëzuar nga ajo se çfarë kemi arritur deri më tani. Kemi sot një marrëveshje të jashtëzakonshme që do të sjellë më pas një investim shumë të madh, teknologji moderne dhe marrëveshje për furnizime. Pra Vlora do të kthehet në një pikë kritike për energjinë në Evropën juglindore. E nuk mundem përveç se të theksoj rëndësinë e asaj çfarë përmendi ambasadorja Guilfoyle. Pra, të nevojës son të dyja palëve të Shqipërisë të Greqisë për të forcuar lidhjen ton dhe për të forcuar bashkëpunimin ton në shumë mënyra, por posaçërisht sa i takon furnizimit me energji, prodhimit energjetik dhe rezistencës e pavarësisë energjetike. Duke pozicionuar Shqipërinë si ndërlidhës e fluksi energjit shkon përmes Ballkanit Perëndimor, kontribuon në stabilitetin e rajonit dhe ndikon në sigurinë energjetike të fqinjve, dhe kjo është diçka që vërtet na bën shumë krenar dhe na bën të ndihemi shumë të nderuar. Nga ana e tij, kryeministri Rama e cilësoi marrëveshjen si një zhvillim të jashtëzakonshëm për vendin, duke theksuar se Vlora do të shndrohet në një pikë kritike energjetike për Europën juglindore. Kemi sot një marrëveshje të jashtëzakonshme që do të sjellë një investim shumë të madh. Vlora do të kthehet në një pikë kritike për energjinë në Europën juglindore, e nuk u mundem përveç se të theksoj rëndësinë e asaj çfarë përmendi ambasadorja për atë nevojës son të Shqipërisë dhe Greqisë për të forcuar bashkëpunimin ton, posaçërisht sa i takon prodhimit energjetik, duke pozicionuar Shqipërinë si ndërlidhës. Kjo është diçka që na bën të ndjehemi shumë krenar. Marrëveshja parashikon krijimin e infrastrukturës për importin e gazit natyror të lëngshëm, i cili më pas do të rigasifikohet dhe shpërndahet në rrjetin energjetik. Projekti përfshin gjithashtu ngritjen e një qendre energjetike në Vlorë, rijetëzimin e impiantit ekzistues, zhvillimin e kapaciteteve të reja me 250 megawatt në ndërtim të tubacionit Fier Vlorë që do të lidhë zonat kryesore të furnizimit me rrjetin energjetik kombëtar.